Vrau me çekiç gruan dhe i fsheu trupin, gjykata greke i komunikon vendimin 39 vjeçarit shqiptar. 39 vjeçari shqiptar Kastrio Cenko u dënuar nga gjykata e Përzier e Athinës me burgim të përjetshëm për vrasjen e gruas së tij, 32 vjeç Alba Cenko, nën e fëmijëve të tij. Gjykata gjithashtu e dënoi të pandehurin me 2 vite e 6 muaj burg për posedim dhe përdorim armësh. Sipas provave në dosjen e çështjes, në nëntor 2024 i pandehuri fillimisht e goditi gruan me çekiç, pastaj mbështolli me kablo karikimi rreth qafës dhe në fund e fsheu trupin e saj në Papafingo. Për një javë trupi gruas qëndroi atje dhe gjatë gjithë kësaj kohe 39 vjeçari u pretendoi të afërmve dhe të njohurve se gruaja e tij ishte ende gjallë dhe kishte udhëtuar jashtë të vendit për punë. Më në fund, pas 5 ditësh, ai telefonoi policin dhe rrëfeu aktin e tij brutal. Gjykata, që gjykoi çështjen me shumicë votash 6-1, e shpalli 39 vjeçarin fajtor për vrasje me paramendim, ndërsa ishte i qetë dhe nuk njohu asnjë nga rrethanat lehtësuese që ai kërkoi. Prokurori i rrethit e kishte shpallur më parë 39 vjeçarin fajtor, duke përshkruar atë si të pandehur. Në të njëjtën kohë ai hodhi poshtë pretendimin e 39 vjeçarit se kreu krimin në një shpërthim zemërimi. Ndër të tjera, gjatë deklaratës së tij, prokurori deklaroi: i pandehuri me qetësinë të madhe mendore mbështolli trupin në 8 shtresa dhe vendosi me kujdes në Papafingo së bashku me çekiçin. Thuhet se ishte në një krizë tërbimi, por nuk është kështu. Ai kishte një qetësi mendore monstruoze, kishte hartuar një plan për ta bërë të dukej sikur gruaja e tij ishte ende gjallë. Unë besoj se ndërsa trupi ishte në Papafingo, ai po mendonte se si ta hiqte qafe atë, por për arsye që i dinte vetëm ai, dështoi. Ishte i paramenduar, i pandehuri e kishte çekiçi në zotrim. Ai ishte murator. Viktima nuk mundi të rezistonte ose të bërtiste. Goditja e parë ishte fatale. Ajo nuk ishte në gjendje të reagonte në asnjë mënyrë. Justifikimet që i pandehuri ka kërkuar në mbrojtje të tij janë të reme. Ai interesohet vetëm për fëmijët e tij, jo për gruan e tij. Nëse do të kishte qenë interesuar për goditjen e parë, do të kishte thirrur ndihmë. Ai ishte në gjendje të qetë mendore kur kreu vrasjen. Rrëfimi i tij në gjykatë ishte cinik. Ai nuk tregoi pendim.